Kur kom shku në Austri, ka qenë që unë nuk thejna më në Kosovë. Përmbushja jeme ka ardhur në Kosovë. Ideja jonë ka qenë me punësu sa ma shumë njerëz nga Opoja, dhe na e kena specialitet mishin e qingjit, gjithashtu dhe mishin e viçit. Këta i marrim nga fermerët e zonave. Kom studiu arkitekturë në Austri, në Graz dhe në Vjenë, bachelorin edhe masterin. Gjatë kohës pandemisë, kur u bloku në krejt studimet, u bloku gjithçka, u dashtë më kthy në Kosovë edhe me vazhdu online studimet për Kosovës. Gjatë kohës kur jam konë këtu, na kena vendos me këqyr që ka në për Opojë, sepse unë jam me Opojës, jam e rritur këtu. Edhe na ka pëlqy gjithmonë gastronomia, na ka pëlqy gjithmonë me punësu njerëz të Opojës, na ka pëlqy gjithmonë kultura, mikpritja e Opojës. Edhe si familje kena vendos me marrë këtë restorant këtu në Bjeshk, është afër Gurit Zi, është në fshatin Zaplugje, fshati më i lartë në Opojë, 1600 metra lartësi mbydetare jemi momentalisht, që i takon komunës së Dragashit, Bjeshkveçarrit. E kena marrë këto sepse ideja jonë ka qenë me punësu sa ma shumë njerëz nga Opoja.